Jo pak prindër shqiptar mendojnë se fëmijët e tyre po stërviten për të bërë hamej kur i dërgojnë ata në shkollë në mëngjes me një çantë mbi supe që peshon në rastin më të mirë 20% e peshës së tyre trupore. Ky fëmijë është një prej tyre. Është në klasën e parë të shkollës Mihail Grameno. Ai vetë nuk peshon më shumë se 20 kg, ndërsa çanta që i duhet të mbajë çdo ditë në supë duket se është sa 1/4 e peshës trupore të tij. Le ta peshojmë. Lindi 5 kg. Fiks 4 kg e 460 gram, pra gati 1/4 e peshës së tij trupore. Sa libra ke Lindi? Nuk i kam uruar. Kam edhe kulet, edhe ujë, edhe dosje. Edhe dosjet, ato të gjitha. Të gjitha këto gjëra i përdor ti Lindi në klasë sot? Po. Por sa është pesha e lejuar shkencërisht që një fëmijë mund të mbajë mbi shpinë? Mjekët e thonë qartë jo më shumë se 10% e peshës trupore. Një fëmijë mund të mbajë jo më tepër se sa 10% të peshës së tij trupore. Në Shqipëri është vështirë të gjesh statistika, por në Amerikë mbi 10.000 fëmijë në vit përfundojnë në spitale për shkak të çantave të rënda të shkollës. Problemi nuk qëndron vetëm tek nxënësit e klasës së parë, por edhe tek më të rriturit. Këtë mëngjes ndodhemi në shkollën Turgut Özal dhe shikojmë që fëmijët e vegjël mbajnë mbi shpinë çanta të tilla. E mbajnë është rënd? Po. Sa rënd është? Ta provojmë pak? Mirë. Prit. E mban për ditë, ta mban vllai për ditë apo e mban vetë? E mbaj dhe vetë edhe vllai. Në fakt është një problem që duheti prindër mësues e di, por askush nuk jep një zgjidhje përfundimtare që do t'i bënte prindrit të flinin rehat. Ne shoqërojmë fëmin deri te dera aty ku na lejohet. Që është e lejo. Pastaj fëmia mundohet ta ngrej vetë, i tërheqin zvarr, mundohemi t'ja kemi marrë me rrota, që mos ketë shumë peshë, sa ai është duke u rritur. Duke llogaritur fëmijët aq të vegjël që janë 8 vjeçë, 7 vjeç, klasë parë, klasë 2, është një problem shumë shqetësues se çanta është shumë e rëndë. Tash se si do jepet kjo zgjidhje? Çanta është e rëndë. Ja mbaj çantën e shkallët për arsye se edhe gjithmonë e blej me rrota çantën. Kjo është gjë që jap unë. Mësuesit nuk ju kanë dhënë një zgjidhje për këtë që paktën krijojnë? Zgjidhjen e ka kërkuar nga fëmia, jo nga mësuesit. Më kam thënë gjithmonë që seleksiono libra që do marrësh për të nesërmen. Duke menduar që faji është i ngarkesës librave, jo i çantës. Ke mësuesit se kam kërkuar kur të zgjidhje. Po, është e vërtetë, kam vënë re tek fëmijët e klasës parë dhe të dytë, që janë të mbi ngarkuar. Me sa kam informacion, mendoj që duhet jenë patjetër të ngarkuara tekstet, më të reduktuara. Në Europë apo Amerikë, shumë shkolla e kanë zgjidhur këtë duke patur dollape personale për fëmijët, apo duke patur në disa raste edhe nga 2 palë libra, ndërkohë që për shumë shkolla në Shqipëri, libri shënohet e nënvizohet gjatë paradites dhe i njëjti libër merret sërish në shtëpi nga fëmijët pas dite. Atëherë cila është zgjidhja? Në drejtori i ciklit të ulët në shkollën ju publike Turgut Özal, Hüsein Yavuz, pohon për televizionin Klan se ky është një shqetësim për të cilin stafi pedagogjik është mbledhur disa herë dhe deri diku ka propozuar disa zgjidhje. Ratë për fëmijët që janë në shkollën tonë vinë me transport në shkollë. Zbrisin nga shkallët në shtëpi dhe vinë në shkollë, domethënë deri brenda shkollë, domethënë deri në oborrin e shkollës vinë me automjet. Gjithashtu ditën e parë shkollës, fëmijët e marrin orari i javës. Dhe prindrit kanë mundësi për të mos dërguar çdo libër në çanta, që zgjidhen për shembull ditën e mërkur, në çfarë lëndet ka në atë ditë. Mjetet shkollore, që në shkollën tonë, shumica paralelit kanë mundësi tabela elektronike. Tabela elektronike ka mundësi që të shohin në të njëjtën kohë për shembull me miliona të figura. Nëse akoma vazhdojnë, domethënë fëmijët të ankohen për çanta të rënda, ne sugjerojmë prindrit mund të hahet libra pa prishur, mund të hahet libra 2 pjesë dhe dërgojnë vetëm gjysmën e librit. Kur mbaron atë libër, pjesë tjetër, dhe pastaj fund viti mund të gjiten përsëri librat, mund të përdoren edhe dita ose vitet të tjera. Këto zgjidhje mund të mos i kenë kënaqur të gjithë prindrit, ndaj zgjidhja më e mirë mbetet personale. Të eliminosh çfarë mund të eliminosh, në çanta e supermbushur e fëmijës tënd.